Performanca e saj në fazën e parë ishte vërtet një shpërthim emocionesh, saj që në fund të këngës ajo vlerësimet I mori duke fshirë lotët. Është një 12 vjeçare nga Elbasani dhe ka një shtrirje vokale të jashtëzakonshme. Di që ajo luan flaut si e vita ime, por në Albania's Got Talent ka zgjedhur të përfaqësohet vetëm me këngë. Zonja dhe zotrinj, ftoj në sken Brizelda Yzeiri. Wow, Brizelda, çfarë shtrirje që ke. Më thënë duket sikur zëri jot shkon lart dhe duket sikur ka mundësi të pafundme. Unë mendoj që fakti që ti luan flaut të bën ty që ta kontrollosh frymën shumë më mirë se shumë këngëtar të tjerë. Dukesh që ti punon shumë mirë me diafragmën. Ke një palë mushkri që për të qenë 12 vjeç, do të thënë, është impresionuese, sepse fal asaj diafragmës që ti di ta përdorësh dhe atyre mushkrive ti mund të arrish ato nota aq të larta, të mbajtura mirë, të kapura mirë, të vendosura, jo thjesht të kapura kështu kalimsi. Je fantastike. Sonte ke bërë një super performance. Bravo. Shumë faleminderit. Bravo. Dhe të sugjeroj që përveç flautit, ti, duke qenë se pas ke kaq facilitet, thjeshtësi
me muzikën, të studiosh pianon dhe në vitet e ardhshme të ulesh dhe të shoqërosh veten tënde me piano. Një vajzë pianiste kantautore, na mungon. Të lutem. Briselda, besoj që ta kam thënë të gjithë që je fantastike, edhe besoj që ti e di tashmë këtë punë, sepse nuk do zgjidhje këtë këngë kaq të vështirë për të kënduar dhe performuar. Unë dështoj një gjë. E ke një plus të madh nga unë për vallëzimin. Ishte shumë e bukur lëvizjet tua në skenë, shumë skenike, më pëlqyen jashtë mase. Për ndryshe je fantastike, e di edhe vetë. Shumë faleminderit. Më thuaja, ti e një UFO, thuaja edhe kësaj. Jo, po nëse do të ndërlidhim edhe për të bërë UFO-t edhe kush e ka sjell inteligjencën artificiale, nëse është pjella jon apo jo, për ta ndërlidhur edhe me ty, unë si promovuesi një ndër pretendoj të inteligjencën artificiale në planet, në këtë moment që raca njerëzore është, në krahasim me zërat që prodhon një inteligjencë artificiale në perfeksionin se si janë krijuar sot aplikacionet, ti je kok më kok. Dhe këto janë momentet që unë pauzoj, hesht dhe them e lë inteligjencën artificiale sepse zgjedh organikën në mënyrën më perfekte që ti erdhe sonte. Bravo. Shumë faleminderit. Bravo. Unë në prezantimin e parë u befasova. Kurse sot ndoshta i bëj dhe një pyetje vetes, absolutisht që pasuron këtë garë të bukur të Albania's Got Talent. Por i ke dhënë kaq dritë dhe shkëlqim nga talenti yt, sa ndihem ndoshta në raste të rralla dhe veçanta që fat për mua që jam antar jurie dhe shijoj talentin tënd këtu në skenë. Shumë faleminderit. Bravo. Faleminderit, më pafshim. Mirë pafshim.